Po kështu të shkruajnë, të ka shkruar ndonjëherë në rrjetet sociale? Shkruajnë një? Shkruajnë, okay. Po ke ndonjë kërkesë? Jo, ja. Fare asnjë? Fare. Asnjë, po ti çfarë kriteresh ke? Si e do ti për shembull vajzën tënde të ëndrave, se punën e ke gjetur punën e ëndrave, tani vajza e ëndrave është çështja. Si do të jetë njëri thjesht, njëri për familje. Vetëm e thjesht. Thjesht e normale. Po ndonjëra që të ketë para. Po jo nuk i dua ato. Pse? Po fare. To që kam para kam pretendime. Po pse ti gjithë ky djalje? Çfarë problemi ka? Djalë që komunikon. Tani kjo është një punë e cila njeriu do jetojë dhe ti bën një jetë të mirë. Çfarë do të thotë kjo? Një vajzë. Kështu e quan ti, po nuk e quan gjithë punën siç e quan ti. E quan si punë të rëndomt këtë. Të punë që bëjmë. Në fermat për shembull vajzat kanë pretendime, thonë jo, ne me dele nuk është puna ajo, është punë ofenduese. Është punë ofenduese. Po cilat vajza pretendojnë këtë? Të gjitha vajzat, sidomos më shumë vajzat e fshatit. Vajzat e fshatit e mendojnë këtë? A ka patur, e kam sinqertë, a ka patur në një vajzë në fshat që e ka shprehur këtë shqetësim, që s'dua. Vërtet që dhe ti mund të kesh kërkuar dorën. Po. Që s'do të bëj punë në fshati, do të largohet nga fshati. Nuk e duan jetën e fshatit, apo? Nuk e duan jetën e fshatit. Po ku duan të shkojnë? Në Tiranë, në Gjermani, në Angli, ku duan? Jashtë. E kuptoj. Tutje. Apo nuk ka shelet jetë e fshatit. Dhe na që kanë vuajtur, kështu duan pretendojnë për diçka më të mirë. Sepse ata kështu kanë vuajtur, kanë bërë gjithë jetën, tiki mos e rregullohet më mirë. Fshatin ama e dashuro. Baktin e dashuron. Nuk e menduar asnjëherë që ta shesësh baktin për shembull. Të nisësh një jetë diku. Po, një për një jo. Për një herë jo. Nuk e di, si vin gjërat si na jeta. Je vetë besimtar? Po. Çfarë besimi? Besimi bektashian. Bektashian, ë? Do të thënë beson në besojnë Zot. Beson në Zot. Edhe besojnë kemi teqe, themi ne besimin tonë. Kë keni dervish ju tek teqja ju? Xhelalin Resul. Ti do të bëhet ai shteti Bektashit. Vëdia do bëhet. Ha. Do ta marrësh pasaportën po? Po. Do ta marrësh pasaportën, ë? Ke ti një personazh publik që e ke qef? Që e ndjek shpesh aty rrjetet sociale. Ja, nuk kam ndonjë preferon ai, nuk kam ndonjë. S'ke ndonjë? Në një program televiziv që të pëlqen? Një emision shumë, unë shumë shikoj të rapsi e blerë, këto gjërat që me kupton që përshtaten me fshatin këto gjërat. Nuk është se kam shumë, çfarë shoh politik këto gjëra s'më interesojnë fare. S'të pëlqen fare politika? Nuk e shikoj fare. Po pse? Nuk më pëlqen. Po ti po më thoje që në fillim mua që ti nuk po shtekton dot baktin sepse tokat i kanë bllokuar me. Po ajo pjesë e politikës është. E politikës është, kjo është politika jonë që kështu na bllokojnë në çdo krah. Vjen dhe puna për shitur qingjat, pastaj na ulin çmimet, na i bllokojnë. Ato nuk e marrin dot asnjëherë ata që na takon. Djersën ton, hakun ton. Ata vin futsin mish Maqedonës na jashtë. Qingjat e mi ngelën vashritur. Ai vjen një vlerë tash eson në atë që mos marr dot lekë mia, tash aq lirë se si vjen. Sa ta kërkon ty qingjet? Po tani për momentin është 6000 lekë kilo qingjet. Vjen që tani ka kërkesa se nuk ka shumë, ke parasysh, nuk kanë filluar shumë qingjet. Ku vjen periudha që shiten shumë qingja, të ecën në 4000 lekë ata që është nën kosto fare. Në të vërtetë sa duhet shitet qingje? Po të paktën qingjet ta ketë 6000 lekë kilo. Po qumshtin me sa ta kanë pas marr? Po varet më 1000 lekë ka qenë si fillim, hallaj do 1300 tek 1300? Po, litër. Litri. Po s'qen ka pak. Nuk është keq. Me qumshtin. Nuk është keq. Vetëm me baktin, me shitjen e mishit që nga keq. Me qinjet është problem, se fusin mishin jashtë. Po ti ku e ke pasçuar mishin më përpara? Po kështu kemi mishin nëpër tregtarët, vinë marrin tregtarët. Restorante këto? Po jo, vjen tregtarë, lidhen me tregtarët, vinë marrin ata. Restorantet nuk marrin tani, për shkak se ata lidhen me tregtarët. Se do mos mund ta furnizoj restorantin gjithë vitin, s'kam gjithë vitin. Po veteriner ke? Kemi. Ke veteriner? Vjen shpesh ti viziton kafshët? Po vjen ku ka ato vaksinimet. Kanë periudhë. Më shumë bëhemi veteriner vetë, ja kemi mësuar ja bëjmë vetë, si sa. Ja u bën gjitha vetë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.